3 shtyllat kryesore që janë pjesë e plan programit tuaj politik. Përveç pjesës së transparencës, ku hymë për shembull konkrete, kemi tash këtë punën e Job 2011-s, ku nuk mund t'i marrim në informatat se cilët persona marrin honorare nga komuna, mirë po e dim shumën se është dikun mbi 2 milion euro për 4 vite, është shumë e madhe që mendoj se nëse do ishte investuar në shumë gjëra që i mungojnë qytetit, qytetarët do të kishin më shumë benefite, nuk do të kishin benefite militantët partijak. Përveç asaj pjesës, te pjesa e hapësirave të gjelbërta, mendoj se është të turpshme të thova të mbetet vetëm me 2 parqe, është parku i Xhamisë së Pashës dhe parku i Gruas, është parafërsisht dikun 8500 m2 komplet, kurse do ta cekim që ajo është Tetova një ndër qytetet që ka më pak hapësirë për metër katror. Absolutisht po, për shembull ne kemi Gostivarin, që është dikun me 60000 m2 park, e kemi Kërçovën me 80000 m2 park, edhe kemi dikun Shkupin me 670.000 m2 park, kurse Tetova ka mbetur vetëm me 8500 m2 park, që mendoj se është e turpshme pasi ne fëmijët tonë detyrohemi t'i dërgojmë në për qytete tjera, sepse në Tetovë nuk kemi vend ku t'i nxjerrim për rekreacion. Edhe shtylla e tretë? Shtyllën e tretë e kemi Tetovën e zhvilluar pa kaos urban. Tetova e zhvilluar pa kaos urban, mendojmë se shtegu i bicikletave është një nevojë e jashtëzakonshme për qytetarët. Unë vetë jam biciklist, e shfrytëzoj bicikletën, edhe tash ajo kishte një projekt me trotinetët që e promovoi kryetari i komunës. Po aty dështë të ndalem, si duket vendimi apo projekti i kryetarit që promovoi trotinetët, ndërkohë nuk kemi shteg bicikletës, nuk kemi parking. Aty është absurditeti. Trotuaret të uzurpuara. Projekti për trotinet është super projekt, mirë po ai projekt nuk është i kompletuar nëse mungon shtegu i bicikletave. Unë mendoj se duhet bëhet maksimumi që shtegu i bicikletave të kthehet, pasi Tetova është i vetmi qytet që ka mbetur pa shteg bicikletës.